Një moment që ka ngjallur shumë reagime dhe diskutime në Big Brother Kosova ishte fjala e Dajës së kushtrimit, drejtuar Edit. Nuk ishte thjesht një ndërhyrje emocionale, por një mesazh me peshë kulturore dhe morale, i ardhur nga zemra e Dukagjinit, aty ku fjala e burrit ka pasur gjithmonë vlerë dhe përgjegjësi. Mesoja nipit tim fjalët e Dukagjinit. Kjo fjali nuk ishte kërcënim, as sfidë dhe zbrazët. Ishte një thirrje për dinjitet, respekt dhe maturi, për ato vlera që janë rritur brez pas brezi në kullat e burrave, ku fjala nuk hidhej kod dhe ku njeriu përgjigjej për atë që thoshte. Kur Daja i kushtrimit përmend kur të jemi në kull të burrave në Dukagjin. Ti thot 2 fjalë burrash, ai po flet për përgjegjësi morale, jo për zhurmë apo konflikt, në një format si Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh dalin jashtë kontrollit dhe fjalët thuhen nën presion kamerash. Ky mesazh vjen si një kujtesë e fortë. Jo çdo debat fitohet me zë të lartë, por me qëndrim të drejtë. Daja i kushtrimit kërkon që Edit t'i mësoj nipit të flasë drejt, me peshë dhe me respekt, sepse burnia nuk matet me arrogancë, por me karakter. Kullat e Dukagjinit kanë qenë gjithmonë vende ku fjala ka pasur nder. Aty nuk flitej për të poshtëruar tjetrin, por për të sqaruar, për të mbajtur fjalën dhe për të ruajtur nderin. Dhe pikërisht këtë po kërkon edhe Daja, që kushtrimit. Përballë situatave të vështira në shtëpi, të mos humbas vlerat me të cilat është rritur, por t'i mbaj ato si busull. Mesazhi drejtuar Edit nuk është personal, por edukativ. Është një thirrje që prindërit dhe familja të kujtojnë se sjellja e fëmijëve të tyre në publik është pasqyrë e edukimit. Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë, është edhe skenë ku shfaqet formimi i secilit banor. Dhe kur familjarët flasin, ata flasin për vlerat që shkojnë përtej lojës, në një realitet televiziv ku shpesh normalizohet fjalori i ashpër dhe reagimi impulsiv, kjo ndërhyrje vjen si kontrast i fortë. Ajo rikthen në vëmendje rëndësinë e fjalës.